si ka mundësi që pengon drejtësinë. E përmendëm disa herë që kjo opozitë kjo pra si ka mundësi që gjithë të skandale, qytetarët të pakënaqur nuk mbështesin as Sali Berishën, nëse i shkojmë kësaj logjike që ata nuk e mbështesin Sali Berishën, nuk i shkojnë në protestë partive të reja. Se nuk i shkojnë. U bën disa dhe u bë edhe kështu si ti Barsalete që një ditë mlitet njëri, një tjetër. Po ata kanë gabim në strategjinë e tyre. Pse? Edhe ju do në protestë. Pse nuk erdhët këtu? Më të ndritur, edhe ne gabim në strategjinë tonë. Ore, shiko të komunikosh me qytetarin. Sepse Berisha dështon ti mbledhje të Berisha se do si të bëjmë. Se qytetarë në dalin protestat e tua. Vin tek ju që ju e mbështesni. Jo, pra Meraza e ka thënë se nuk dalin qytetarët e protestat. Ju jeni se kërcënohen qytetarët. I ke thënë vetë këtë gjë. Janë kërcënuar qytetarët e Arsimi. Për rastin e Martin Canit, po normale të duket. Po ne kur i kemi nxjerr për çmimet, për shembull dolën të gjithë. Po e kam dalë dhe vetun. Kam dalë dhe vetun atë. Po që do të thotë se skandal një algoritëm që është koncept. Shikoj, ja ta them. Ja ta bëj vetëm pak minuta, vetëm pak sekonda këtë analizë. Ja të na vëmë tani. Një qytetar ti të merr peng biznesmenin më. Ti të kërcënon me vend të punës më. Vetëm një që është kryesore është që qytetarët besojnë më shumë Spakun se sa institucionet e tjera. Po i besojnë tani kur i thrasin në protesta i zvien dhe unë se e di që do ta zgjidhë dikush. Spaku nuk garon në zgjedhje. Në zgjedhja është PD, PS. Është relativizuar korrupsioni. Ju e dini që Rama fitoi zgjedhjet duke pasur kryetarin e Bashkisë të Burg. Dhe tani bëjmë sikur ka ndodhur skandal i madh që është marrë një ministër tjetër. Po është normale. Po ja pa atë po shpjegoj. Nga ana tjetër, unë besoj thellë që partitë opozitare nuk ja kanë dalë të japin një model qytetarëve që është ndryshe nga ai i Ramës. Pra dhe forcat e reja, dhe Lapaj, dhe Endry Shabani me forcat e re. Jo, ata kanë nevojë për të piqen, po dhe ata edhe ata zvogëlimin e kanë, edhe ata e kanë marrë një seri vendimesh të gabuara, edhe ata. Për shembull tek Lapaj vendimarrja për të hyrë me lista të hapura ishte e gabuar. Po pse nuk dalin në rastin konkret pra që protestuan para parlamentit për rastin e ministres Balluku? Pse nuk donin qytetarët të mbështesnin? Pra nuk e mbështesin për do. Po unë kur ta them që besojnë tek Spaku, po të shikosh tek niveli besueshmërisë te partitë politike. Pra duhet të dalin kryetari i Spakut bëj protestë të shkojnë aty. Shiko, jo pra kjo nuk funksionon kështu tani. Tani unë po them atë që funksionon. Kjo funksionon kështu. Shqipëria ka vetëm një qytet botë që ka komunikimi me shqiptarët duhet të bashkiak më. Është i vetmi botë më. Ne kemi dështuar në komunikimin me qytetarët për t'i thënë që jemi një model tjetër që e manifestojnë modelin tjetër. Që do të thotë ka parti që duhet jenë me transparencë, që kanë institucione llogaridhënëse brenda tyre, që kanë një vizion të qartë, se unë e dëgjoj shpesh edhe këtë të bashkohemi kundër Ramës. Kjo është një prallë e madhe. Të bashkohemi të tërë kundër Ramës. Një parti politike i shërben qëllimit të saj që është vizioni i tij për të ndërtuar vendin. Nuk është një parti politike një mekanizëm për të rrëzuar Ramën, sepse ne e kemi parë, u bashkua Lapaj me Shabanin për të rrëzuar Ramën. Ku janë? S'janë. Është bashkuar LRI-ja, është bashkuar PS-ja me LSI-n për të rrëzuar Ramën. Pastaj për të rrëzuar Berishën, pra bashkime vetëm për të rrëzuar në memorien kolektive të qytetarëve të këtij vendi ka pasur plot, por rezultati nuk ka qenë efektiv. Që do të thotë, kushdo që vjen tani me të njëjtën veprim, Einstein i thonte, nëse ti bën të njëjtin veprim dhe kërkon rezultate të ndryshme, je i çmendur. Që do të thotë, po përsëritet të njëjtat veprime, ti nuk do marrësh rezultate të ndryshme. Përmendë pak më parë kryetarin e bashkisë. Është normale që një qeveri merr në mandatin e 83 mandate dhe pse ka një kryetar bashkie në Burg? Nuk është normale, as pak normale. Si shpjegohet? Po ta thash pasi shpjegohet. Jo, një sekond. Si shpjegohet që nuk bie në vota? Se që mund të fitoj pa tjetër. Sa ka rënë? Rama ka 30.000 vota më pak. Problemi është që ata nuk arritën... 30.000 vota janë shumë në mandatin e 4? A më the ka rënë. Nuk është rritur. Rama nuk është rritur në vota. Rama ka rënë në vota. Problemi është që opozita ka rënë më shumë se Rama. Dhe këtu duhet ta shikojmë problemin. Nëse Rama do kishte rritje do thoja po. Këtë drejt. Tani dëgjoj, unë e kuptoj dhe në rregull është me analizën e vet, është një analizë e pranoj intelektualisht, por në realitetin atë çfarë ndodh, atë çfarë shohim çdo ditë, ndoshta edhe për shkak profesionit mundon ta shohim me një sy tjetër, por realiteti është krejt tjetër. Tu është ndërthur një sistem i cili nuk flitet për votë lirë, nuk flitet për përfaqësim,
nuk flitet për vullnet lirë qytetar. Tu është këtë problemi. Atëherë do ta pranonim të gjithën mungesën e alternativës, mungesën e tjetër. Frymëzimin, frymën e tjetër. Sepse është dhe kjo nga ana tjetër. Sot nuk ekziston. Kam lexuar një studim shumë të bukur të dy profesorëve të Harvardit, të cilën e konsideronin pushtetin e Erdoganit një autokraci konkurruese dhe ishte i ngjan shumë kësaj shqiptare. Dy profesorë shumë të shkencave politike, shumë interesant ishte dhe fliste atë çfarë jep si perceptim, pra shoqëria duket sikur funksionojnë institucionet, sikur gjithçka është në rregull, media lirë, e pavarur, intelektuale dhe këto. Unë po të them vetëm një shembull. Keni parë ju një universitet publik, privat, cili do qoftë ai, që ka bërë një studim për modelin ekonomik se si duhet jetë Shqipëria. Or edhe për ndërtimin. E diti që ka universitete private, se publiku jo, s'dallo për këta private që bëjnë studime gjoja, konferenca shkencore që këtë parajsën e madhe të ndërtimeve konsiderojnë si sukses shumë të madh të ekonomisë shqiptare. Pra shërbimet i konsiderojnë shumë sukses shumë të madh. Dhe kjo është një fatkeqësi kombëtare. Këtu elita s'ke, këtu media nuk bën detyrën. Këtu qytetarët ata dhe pretendojmë ne krau i lirë i punës edhe i ri i punës, këtu ka hikur gjithçka, këtu vetëm bëhe bërë revolucioni me pensionistë. Një kjo. Ke gjitha sektorët i ke të kapë. Kudo sektorët i ke të kapë. Dhe cila është rezistenca këtë shoqëri? Dakor, i pranoj gjitha këto gjitha. Ore, kush po e bën rezistencën në shoqëri? Ore, kush ka kapacitetin për ta mbush sheshin, aq sa mbushin, cila forcë politike, përveç se Partisë Demokratike dhe ati leadershipi që është dhe që të mbush bulevardin. Kush e mban siguresën e këtij sistemi fiskal? Kush e bën? Lutem prit, se s'e kam balu. Jo, kjo, do bëjmë demokragji, le ta bëjmë. Kush e ka sigurinë, kush e mban sigurinë këtij sistemi autokratik? Kush po i del përballë? Kjo është trot pyetja. Pyetja që duhet bëj ky dhe të më japi përgjigje kush është? Pyetja që shtërojnë shqiptarët është vërtet po i del përballë? Po. Pa diskutim. Po si ja ke mos menen për gjë i del përballë? Po mos unë s'kam detyrë më shpejt shqiptar. Nëse kam ardhur me detyrën. Nëse ke me mua personale, ke me opozitën. Me opozitën. Opozita kjo i ka mos menen. Jepi zgjedhjet të lira dhe të ndërë. Raporti OSBE-Odirit ka qenë më rëndi në 30 vite. Unë tani nuk si do të merr me perceptimin e mediave dhe të analizëve, apo këto. Unë shoh një raport ndërkombëtar. Thot, fjalia parë, raporti partia dhe shteti ishin bashkë, pikë. Këtë moment ka rastis, ka zgjedhje të lira. Vetëm diçka. Ka zgjedhje të lira. Dhe kushdo që e ka relativizuar atë raport, se këtu ka një problemi. Kushdo që e ka relativizuar, nuk e ka problemin ashtu siç është. Raporti OSBE-Odirit, këto organizma ndërkombëtare ka kush varen?